processuale. Kush janë ekspertët që Të nderuar miq të RTI-s, përshëndetje dhe mirë se takohemi edhe sot në emisionin e radhës, ku për sot do të flasim jo politik, por do të flasim për aktrimin. Në studio kam të ftuar Botrin të Lumin nga Suareka, por që tash jeton dhe vepron në Prishtinë, të cilën përshëndesim, mirë se erdhe në studion tonë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Faleminderit, është kënaqësi të kemi në studio, por ndyshe vim nga një fshat të dytë bashkë. Po, të njëjtit fshat, të vllazës jem. Pra s'kemi ne shumë vllaz, por rinë në Prishtinë, kështu e ka përcjell fatë jetës. Po, mirë, jemi për një fshatit të madh, një fshatit mirë. Mirë, po tani për jeta, studimet ato dhe tani sa më mend si fëmijë ke qenë edhe aktiv në shkollë dhe shkollën e Vllasës me disa skeqe. Po, në shkollë fillore, po më nej ram Vllaca në Vllacë, shkolla fillore, aty kom qenë bashkë me vllau në ndjerë, deri në 2006 pas vdekjes vllau, tani më nuk jam aktivizuar diçka në aktivitetet e shkollës, deri në shkollën e mesme kam qenë Suarek në Skënder Luaras në teknik. Aty ka fillu gjithçka, organizimi për ditat shkollës dhe kështu ka fillu gjithçka, pastaj ka qenë në funksion një organizatë jo qeveritare Teatri Andrav, ku mbajsh një shfaqjet teatrore për qytetin, edhe jemi kyç aty, pastaj erdhëm në studime edhe kështu erdhe sot. Ta ka dashur aktrimin apo ka qenë edhe në far referencë dikujt tjetër që hajde me mua se nashta? Vallai mendoj më shumë që nashta ma ka dashur, s'po di këto, se na edhe unë edhe në intervista tjera tham shpesh që këto talentat edhe është gjuna për shembull që na për shkolla fillore dhe të mesme nuk është arti dramatik. Për shembull është arti figurativ, muzika, arti dramatik nuk është, për shkak se për shembull she talentat të reja, ata talentat shenjat e para japin për shkollë fillore, adin me recitale, me skeqet e vogla që i bojnë kuadër ditave të shkollave apo festave që organizojnë shkollat. Është shumë gjuna që nuk ekziston, do të ishte shumë më mirë, përveç që edhe në malë shumica kolegëve do të punësoheshin, do të krijoheshin vende të lira të punës në farforme për shumë kolegë, sepse na dim që jo në gjitha qytetet funksionon teatri, për shembull edhe për qytetet për cilit vim na dy, na jemi edhe shumë mirë që na nuk kemi teatr as kinema, ku në ashta vitit e 70-80, për shembull në Suarek ka ekzistuar kinemaja të Shtëpia e Kulturës e vjetra, tash është e reja. Tash për shembull 2026 këtë vit ku jemi po flasim nuk ka, për shembull teatr themelu nuk ka, po përkundër se Suarek ai numëron dikon nëse nuk gaboj dikon 3-14 aktorë të diplomuar. 13-14. Po, ka regjisor, ka kostumograf, domethënë i plotson gjitha kushtet për me kuadrat janë. Po, kuadrat janë, po. Pjesa tjetër veç duhet me ekzistu vullneti politik. Deri vonë ka qenë kuadrët Ministrisë Kulturës për themelimin e teatrit, tash është kuadrët komunës, domethënë duhet të ekzistojë vullneti i kryetarit komunës. Pra, kuadra është, infrastruktura është. Po, vetëm vullneti i kryetarit komunës dhe asamblesë, çështja i javësh, për shembull mund të më themelu teatri. Sa ka mujt me përcjell, jeni mundu me aktivizu diçka Suarekun? Po, që na edhe tash për shembull nuk e di kur na transmetohet neve intervistan, për shembull me 27 prill dhe kemi një shfaqje për teatrit kombëtar ku luje dhon, kemi me dhënë Suarek. Ne mbajmë festivalin e teatrave, këtë vit është edicioni i 7, edhe domethënë për 5 vite me radhë kemi mbajtur shtëpinë e Fillbaut se u kanë të rregullu Shtëpia e Kulturës u bëtyçe e reja. Pa tash vitin e 6 kalum Shtëpi e Kulturës të re. Domethënë çdo herë mbajmë në shtator Suarek ka një aktivitet që quajmë festari, që mbahet afër ndoshta mbi 20 vjet i ka ajo fest. Edhe po na nuk ka që mbajmë në kuadër të festarit, e mbajmë për shkak që domethënë këtë ai festival ka rrjedhë si shej proteste për shkak të mos themelimit të teatrit, na doj shumë me bë diçka aktor, ta din për me nxit një problematik që është, edhe kemi patëm dhe kriju me bashkë me Brahim Basha, është producent dhe themeluesi i atij festivali, edhe patëm bë si lloj ideje që tash na smina me dalë në rrugë dhe me gjujt gur, po si shej proteste për e themelojmë një festival, ku po shfaqemi edhe me bë thirrje institucioneve që themelojnë sa më shpejt teatrin. Kjo ka qëllimi. Sa po vlerësohet sot një aktor ose aktrimin përgjithësi? Po,
Po flasim në aspektin e sa që shohim në mediat vizuale, pra në rrjetet sociale, shoqëria, po flasim sa respektohet, sa vlerësohet në shoqërinë edhe atë në aspektin politik edhe ekonomik, sepse ajo shumë e rëndësishme se sa. Unë mendoj që të politika jo mirë, për shembull kemi një gjendje katastrofale teatrin kombëtar. Ku vetë unë jam bashkëpunëtor i jashtëm, kam një shfaqje aty dhe jemi në një gjendje, në një kushte domethënë mjerueshme ku i shfaqje tash. Domethënë tash disa u bën 2 vite, 3 vite që teatri kombëtar ka hyrë renovim edhe nuk dihet ndoshta edhe kur përfundon renovimin. Më fal, a është faji i politikës apo faji atyre që kanë në dorë teatrin dhe nuk po punojnë shumë për ta? Ja, është te politika, sepse tek e fundit atë politika, Ministria e Kulturës, qeveria i ndon fundet për teatr, për gjithçka, për filme, për teatr, domethënë gjithçka është politika. Mirë po, nëse do politika veç pak, më njëherë mundet me hapni me bën një teatr të ri, me themelu teatro, ka mundësi financiare dhe më që ka arku, se bëllë mo, përmënaj me në aspektin e infrastrukturës e kanalizime, përmënaj që ka armo koha, janë kry këto infrastruktura e rrugte, me kocka po nuk e di në është ta politika, nuk e shesi shumë vota, ku pe di që shkën kje sabi politikës. Dhe kjo ka bë që shumë aktor me dalë jashta. Po tash është të dhimbshme se në Akademinë e Artëve për shembull çdo vit pranohen afër 10 vet. Domethënë krijohet një klasë për 10 studentave, 5 djem, 5 vajza. Zakonisht edhe tash ti domethënë parafërsisht po them që çdo vit diplomojnë, nëse jo 10 paktën 7, 8, 6, varet prej klasës ose pi grupit që ka filluar studimet. Edhe është pyetja për shembull tash unë muj me thonë shlirë, dikune se nuk gaboj, ka 6 vite, apo 7, mund me pas të ma shumë, për thamë 6-7 vite, që në asë një konkurs nuk është hapë për me u pranu aktor të rini një teatr të qytetit, apo teatr kombëtar. Teatr kombëtar vitin e kalun ka qenë një konkurs, se do është anullu. Do më thonë, tash për 7 vite, janë ofër, mund me qenë ofër 70 vete që kanë diplomu, ku kanë me u kyqë. Domethënë, është pak kogja është problematike nëse tash llogarit nëse secili qytet e kish pas teatrët që janë ekzistuar se për shembull i kishin hap konkurse me pranu aktor të ri, po nëse ishin inkuadru landa e artit dramatik në për shkolla fillore dhe të mesme, domethënë ishin punësu kolegë përgjithësi edhe do të kish pas shumë më pak problematik nashta për dhe si shkak si rrjedhoje kësaj, pastaj duhet të i bashkangjitin projekteve ndryshme televizive, private, produksione ndryshme, me platforme që më mbjetu. Pra jo të gjithë ka mundësim. Tash kja, adi mos ta marrim si çështje e lemoshës ose diçka këtë punën e serialeve, sepse ne shkollohemi për këtë punë. Kjo është e profesionit tonë. Edhe seriali, edhe filmi, edhe teatri janë profesionit tonë. Na shkollohemi për to 4 vite studime, shkollohemi dhe përgatitemi për këtë fushë që na pret. Domethënë çështja pse ne inkuadrohemi në për seriale, kjo është në për botë, nuk diskutohet jo vetëm Kosovë. Është sendi më i mirë që është për momentin në vendet tona. Unë bile bëj thirrje televizioneve që sa më shumë se populli jon ka nevojë shumë për seriale. Nuk do të thonë vetëm komike, mirë po ka edhe nevojë për seriale dramë, për seriale edhe për seriale tjera, mirë po sidomos se shpesh po na kritikojnë, po thojnë adin ju po bani vetëm komedi, adin. Po tashti, unë shoh dhe shfaqjen që kemi në teatr kombëtar, është repriza 22, nëse nuk gaboj, ka kalu edhe pak i bani vit edhe pas një viti gati çdo herë është përplot, se është shfaqja komedi. Po ti edhe nëpërmes qeshurës e qeta të keqen që thojnë ana. Ti ose ti të keqen kemi qit diçysh, ose tu kajt ose tu kesh, diçysh kemi njënën duhet. Kështu që populli jon ka problematika shumë, është popull i cili kanë vujt shumë, kemi vujt shumë, nuk ka edhe shumë herët që më thonë, kemi dalë për luftës, hala ka plak të hapëna, hala ka sen edhe njerës ka nevoj vëlla me kesh, ka nevoj me knaqë. Po, nuk të më thonë që s'ka nevoj me oponu dhe seriale, drama, po diçka tjetër. Mirë, po për shembull unë çuditem se si edhe televizioni publik dhe i vonë ka pas, nëse nuk ka bëj, ka pas konkurse, tash nuk ka për seriale, po unë jam shumë pro televizioneve private të cilat japin mundësi aktorëve, producentave, këtë rast,
mundësi që për me themelu ose me kriju grupe seriale të reja që me vazhdo puna. Dhe pra për shumë dita ditës që ka seriale të ri, aktorët po aktivizohen dhe si shte pra populli ka nevojë me kesh. Sa përket filmit, pra jemi pak mrapa, po i bie që do të kosto më lartë, do të më shumë përgatitje, stafe, ndërka shko ma letë edhe po bëhet? Po, po nuk isha thonë që jemi edhe shumë largë, se filmat e Kosovës po marrin çmime, po marrin pjesë në për festivale, në banë ndërkombëtare, po. Mirë, po, duhen datë ende ma shumë budget, Po, si filmi, si teatri, unë menoj që ka arë koha që politika duhet me këthy kokën nga kultura, ka arti, ka arsimi, sepse si do mos kultura, sepse unë menoj që na botës nuk kemi qysh i tregojmë diçka tjetër, përveç në përmes kulturës, artit, që mundim me tregu se me të vërtet edhe na edhe kush jemi ne realisht, edhe nëse vjen dikush me vizitu këtë vend, ja vlen me tregu që me thane a kemi themelu ose kemi ndërtu një teatr të ri, një operë të re, e kemi themelu kaq teatro, do me thonë është një repertori i rregullt, mundet me pa nështë vjen një delegacion për jashtë, mundet me pa një shfaqje që ashtu si ka hije për me pa prej teatrit kombëtar, do me thonë është një pasqyrë e mirë, është një realitet i mirë po tash ti më thash këtë po mvaret për politikës, se si i kanë ato objektivat e veta, qëllimet. E moment pjesëmarrjen e parë në një serial që, ose a moment pagën e parë që e thonë që kjo është haki jem, ku ka interesant me mërë parë? Po, e majmen, po, ka qenë të kryetari i mje me shok shumë. Unë vetëm sa gati përfundova studimet në master, dhe të deri në master nuk jam ka një angazhum në emne për seriale. Jam mundu që me i përfundu studimet mirë, po tani kur erdha në përfundim që përfundova bachellorin, neve në ara me përfundu në pandemi, Covid datën në atë ko, edhe ishke problematike dhe pyetja kryesore se çka tash, adhen, me u kthy në soarek, dhe më thonë nuk ishte as teatr të melun, ishte hala pa përfundu Shtëpia Kulturës së Re, ashtë dykon 7-8 vite vetëm zgjati ndërtimi i Shtëpisë Kulturës së Re, ka pas probleme shumë. Do me thonë, u patagzu shumë kur kom marrë ftesën për me lujtë e kryetari mi me shok shumë, po kjo puna jonë na është kolektive, adhe nuk është merite jona individuale, me thonë që unë jam maj mirë, jo, kjo puna jonë është kolektive, për shembull edhe të bashkallaj ku jemi tash, edhe atër të kryetari ka qenë ideja e Ardhi Islamit, ajo është një djalë i mrekullueshëm, një djalë fantastik, pa në skenaret të jashtëzakonshme, edhe këtë që ka përdu me thonë është që puna jonë është kolektive edhe në meritat nuk është që mundemi marrë vetëm na si aktor, po i merë edhe regjisori, edhe skenaristi, edhe kostumografi, edhe skenografi, edhe kamermani, edhe krejt. është një staf begi? Po, është begi i madh backstage që punojnë që na shtana për me dalë mirë. Dhe jo të gjithë shifën në kamerë për punën që bëjnë? Jo. Ka shumë rapa kamerave që punojnë për neve, që fatkeqësisht ka njëherë na i harrojmë, po unë du mi falenderu krejt definitivisht për shkak se ata bëjnë një punë shumë të madhe që me dalin pa puna jonë. Shpesh bëhet pyetje si është e mundur ta mësoni gjitha tekst. A keni problem me skenarin? Po, dykura tash ti... Ja hosh një herë. Po, dhe na bëjmë gabime, dhe na bëjmë shpesh gabime, dhe nuk është pak ka njëherë duhet me punu në ashta shpejtësi një epizod, ose nuk dihet që vjen puna, mirë po, jo, nuk është edhe shumë problem, tashmo na ka bëhe dhe profesionale me mësu tekstin, mirë po edhe kur gabojmë është mundësia fati i mirë, nuk është si në teatr, se teatr është live edhe nuk mundesh me këthy se që tu në anë popull bashkor, në kamera i thu, më falë, ne harrova tekstin, a ban veç pak e lexon edhe e ban prap, sa i përket aspektit me kamerë është ma letë shumë, se edhe me gabu, ndërpret edhe fillon prap. Tek seriali Bashkallajt pra në rolin që keni, ideja kujt ishte, sepse mbaj men e thashë në bisedë private, keni hymë një rol tjetër, pastaj
U ka një ideja e ardhit, me thonë drejtën, kur hyna me syllën si ndërtus, nuk është që e pritë të publiku mirë, që po du me thonë që ju s'do hena presin edhe publiku mirë edhe neve. Dim me reagu herë. Po, s'ty pëlqen roli edhe është shumë normale kjo. Për çta në shumë kolegëve të mi thamë që duhet me pas kujdes dhe duhet me falenderu çdo herë publikun, sepse ata nëse na pëlqejnë, na mundemi me punu. Po s'na pëlqej punën tonë, mirë pafshim është, do më përfundon me selja që aty. Nuk shkoj ke si personazh, si rol, nuk u pëlqej ke në atë mas që duhet më u pëlqy, edhe producenti më thirr në telefon edhe më thet, më falë botrin, duhesh me bo diçka tjetër se nuk është to ec. Edhe normal, e di që u kanë dykon 2 javë bas që i thura na viti 3, bash janari, që është janari, që është dhe mu konë janari i gjatë, edhe ardim ka thirë edhe më ka thonë botrin dush me hy me këtë rol, unë e këto pa ta punu pak edhe nësë edhe gjatë studimeve i punujmë skicet e karaktereve në vitin e 2. Më ka pas thonë të lutëm, hynë me qita se bëbëse që keme kalu mirë, më thonë drejtën hezitësha se të shë pëlqenja, joa, qysha, mos po ka paragjykime si kur ka dhe ta shtojnë për shembull pse do të me lujt një mashkull femnë, ka aktore femna sa dush, ka dhe tash në për komente edhe i mirë kuptoj. Për shembull njënin në Gërmini dita më tha mu nuk më pëlqen, tha ti që lunë tha rolin e të vitës, tha tjerve mu është mi pëlqy, po mu nuk më pëlqen. Për shembull mirë po deshti ke fati, deshti zoti madh, do shta që thujna na kja punë kur të është pak kur do zoti që është diçka për ty, s'mundet me ndalë kërkosh, dhe deshti zoti që me u pëlqy për anës publikut, dhe i tash mirë, faleminderit zotit mirë. Dhe s'ka njetë munal. Tash na em kjo varti producentit, po njëherë... Nëse i referohemi shikueshmërisë, populli po e dën momentalisht. Po, populli mirë, publiku e dën shumë. Na kemi publiku një jo vetëm Kosovë, kemi edhe në Shqipni, edhe në Maqedoni, sidomos mos flasim, po mërgjimtar që e përcjellin shumë. Është serial familjar, është serial i mirë, është serial që nuk ka banalitet, nuk ka, domethënë mundesh me ul me komplet familjen, me shiku, sepse nuk ka diçka që ti me uskuq para fëmijës tanë ose para shoqës. A ke problem këto kontaktet rrugës? Si që përmene që është e grëmisë, duke është me thonë të video, ose me të bolizu? Jo, tash jam mësu. Kër jam konë të kryetare, atëherë unë isha keq, kur dikush më kritikoj, se e merë shama ofër zemrës, ose shkruj këna i kush komenta në i sen. Tash ti jo, tash më ne ka vonë profesional edhe kjo puna kritikës. Mirë po, do të me pranuna, e më dikuna si pëlqen edhe ditën e mirë. Tash ti... Të mund është me ndëshu... Jo, mëre. Mirë po, unë çdo herë thamë që nuk është vetë merite imja, mas pari është merite zotu që kina shnetën edhe për mundja me punu, pastaj tani vinë krejt tjerë prej skenaristit e të këtë. Me që përmeni zotin, të kemi po në xhami, falëshë një kodë gjatë ndukët? Unë me thonë drejtën, tashti asnjëherë nuk e kumë bo publike këto, ashtu, po mas vdekjes vlau 2006-ën. Mas 2006-ës nuk e di, kom pas që vetë, nuk e di që shumë ka armë të thonë drejtën, sot nuk di me spjegu se qysh, po mas vdekjes vlaut, na kemi pas Mulla Medien, djes pas të kanë fantastik, edhe ka që ka e përmeni, o kanë shumë i mirë, edhe një si njeri, si gjithë shka, na u patë kujdes shumë gjatë kohës vdekjes vlaut, atë një për me falë rastin. Nuk ka bo me ka vetura? Po, vetura. Edhe tani u patë kujdes që me mos me pas probleme, se në shumë e vene. Edhe patën të fillu prej 2006-2007 në xhami, u konë Ramazan kur nuk e rëj, edhe mas drekës, Mulla Media na një mësoj këtë dovë, dhe ka pas shështu. E patë mësu. Unë mënona, nështë jo shumë, po mënona minet gati kësaj pune, zakonisht gjumat nuk kam qef me mika asnjë dhe mënona me i falë në për vendet ndryshme. Një atje, kam qef kështu, e preferoj se me marë për gjithë cilit me pas. Shumë shumë aktor të rinë që po janë prezant në xhami. Po. Në krahasim me gjeneratët e vjetra. Po, tashti na nuk mundja me më hua ato që ka jemi.
edhe është diçka e mirë, me rëndësishme është që me respektu njëri tjetrin, me dash njëri tjetrin, edhe me pranu për ato që je. S'unë shmi. Me Ramazan që ki punë, apo mund është me agjeru? Mirë. Unë, ata që më njojnë e din, thujnë ditën e parë butrintit më s'ju afro, që ato iki në ditën e parë, mirë, familja përmenoj e agjerojnë komplet, edhe ka shku mirë. Butrint, pra, ne njohëm edhe prindin e juaj, cili është veteran e arsimit. Po, ka dalë penzion, pra po, që arsimtar 70 vite. në fshatin tonë. Pra, rritin nga një familje shkolluar, njëkohësisht që keni sakrifikuar të shkolluar, keni udhëtuar me autobus, Bllaz, Prishtinë, Sako, edhe në fund mundi është përbly edhe prindit tuaj, por edhe juaj që në fund pra keni... Ne e kom pas paket se në herën e por nuk jam pranum në aktrim. A fatë, se zakonisht bëhet me audicione. Regjistrova juridikun. E regjistrova me qëllim juridikun për arsye që mos me u kthym prezren, sepse nëse isha kthym prezren nuk ka pas aktrim. Edhe tani thesha ku me di qysh shkojnë senet, edhe regjistrova me qëllim juridikun të në Prishtinë. Tani, a fatin e dytë, do më thonë vitin tjetër që i bjen, e kom registru aktrimin. Mirë po, në atë vit u morë një vendim që fakulteti e morë vendim që nuk mund është me i pas 2 drejtime njëti në universitet. Edhe u dasht mi tërhek dokumentat për juridikut, edhe me apliku prap në aktrim. Do më thonë një vit mua më shkoj prap këtë juridik. Dogje? Po, dogja. Bashkë bu faleshtu dogja, po qka bohën ata shka kuj familje, se familje është dhe friksojke se adin puna aktrimit e qysh mja bohën në Kosovë, to i di këto paragjykimet që janë edhe kanë të drejt, sepse kanë të drejt, edhe vendosa me regjistru privat juridikun, edhe në aktrim të në pranova. Ta ne kom pas një vit për para juridikun, një vit më rapa aktrimin. E kom përfundu edhe juridikun, nuk është që kom pas qef më marë, kur me ta, asë që kam qef më marë, kur me ta, po veç shkaku që familjes më prish që thojnë, se theshin, adin ma mirë me pas edhe një rezervë nëse nuk të ecë puna me aktrim më sene, kështu që qashtu, do më thonë, një vit për para juridikun, një vit më rapa aktrimin. Ju tha që jeni dhe asistent në UP-a, po? Po. Sa është lidhë me qenë asistent në këtë kohë, edhe sa ka interesim studentëve me ardhë, ka shumë, por sa janë të interesu me mësu edhe me krye aktrimin? Po tash fatmirësisht, do më thonë, na kemi një klasë, zakonisht krijohet një grup, një klasë në vetë. Tash këtë vit, do më thonë, është viti parë ku jam edhe unë asistent të klasa Arbnesha Grabovcit Nigja, ku edhe unë kom pas profesoresh edhe falenderoj shumë. Edhe ka interesim, fatmirësisht, na kemi një shkollë të mirë që kemi trashëgu prej ndjerit Farok Begodhe dhe MV Petrovcit, do më thonë që shkollën e tyne, kështu që akademia fatmirësisht e ka një shkollë të mirë edhe që është bartë, që më thonë brez pas brezit që deri tash, kështu që ka interesim, studentat vinë me qef, mirë po ambicet janë matë mdhaja, normal ambicet janë matë mdhaja, tash na jem edhe mundësit janë po mënoj matë mdhaja, sepse të kë fundit sot informacionin për mund është me marrë shumë letë, për mund është me studiu edhe me marrë masterclassa edhe online, me pagu. Ka alternativa ndryshme. Po, ka alternativa ndryshme. Kështu që është shumë a letë, mirë po shqyqër zotit interesimi është, edhe fatmirësisht që dhe tash nuk ka probleme, mirë po nuk është që nuk po vrehet ikja e, sepse për kolegëve që janë për fakultetat tjera, dhe më thonë po të regojnë, për shamull, në adimin, në për vite se sa u ka numri madhë, për shamull, njëri dhe aktorë po migrojnë, po ikin? Po, që po, është, ka shumë, që tentojnë me gjithë vetën diku tjetër. Pra në shumë fusha ikët për një jetë më të mirë, ose për një pagë më të mirë, por aktrimi nuk është shumë shkeq të pak të njësa shumë nga jashtë se në vidim. Jo, qërë, da e di që është e vërtet pak janë mësu të na ndoshta duhet me heka të onën e ankesës, se nuk po, jo, jetohet me profesionin tonë, nuk është e letë, po nuk është e letë asë profesionit që e bëna em.
as profesioni kamermanave që janë sot këtu me neve, as profesioni kërkuar nuk është i lehtë. Çdo profesioni ka barrën e vet. Çdo profesion ka përgjegjësinë dhe barrën e vet, edhe profesioni joni është i tillë. Mirë po jetohet, është i vështirë, mirë po thjesht don varet se çysh ti po do me kanalizu vetveten tënde, me çfarë rrethi po do me u kap, me çka po don me u ngjit për veti për karrierën tënde. Si është komunikimi juaj me koncert ose me masën? Sepse shpesh herë është e gjykimi që e pash filan aktorin, po ish me në mas, po folke, me një farë dhe ju s'keni faj sepse në shesh me dalë me hitë qëtash, një foto, një foto. Jo, unë mundon amërujt shumë, unë mundon amërujt shumë na jem, unë mas pare krejti falenderoj ata që vinë me në afore dhe kanë qep me po fotografi. Se unë e di që po pëlqejet puna jonë. Kështu që, së në thash, e patëm rastin në kryesor që përmena punën e personazhit parë, krem hyte bashkallajku, nuk e kanë dashtë. Ti, ku ka ma fështirë për aktorin se çdo javë me u paraqit në serial edhe mos më të pëlqy roli, aja është e ron shumë. Kështu që unë edhe me kolegë shpesh diskutoj, unë për veti mundona me qenë afër, ka raste për shembull që vinë prind na vizitojnë me fëmijë, për shembull që javën e kaluar në heq me larg, më ka shkruar dikush që e ka djalin autik, edhe e pëlqen shumë serialin, edhe nuk ka epizod, domethënë që nuk e këshyr me detaje, ka qef edhe i këmë thonë të lutëm, a mundesh me sjell, po në 4 ora kemi xherime, në vjen, në t'nashe me kostume, me komplet, edhe u knaq, apo kupton, te ke fundit aja nuk paguhet me kur gjo, edhe na punojna për popull, na jena qëti popullit, edhe ti s'mundesh mi thonë atina, s'du valla. Do njëherë ti mundesh me konë nervoz, ose si në qep, ose adin... Ja, po, për shumë se kone kur një dita ndardani se të banu këto, te mjeku dhe për më të një unë tha dhe ti s'mush adha shpu, më në qysh edhe në s'muna, edhe neve na kop gripi, po, edhe neve na kop gripi. Pas ki fështu mi për gripa për këtë, ha? Po, falenderit zotit, edhe pse me imunitet dopt, po joja mirë, ja me gripa jena super. Qëfar i këshillon ata të rinë dhe të reja që ju shofin juve dhe të tjerëve në media dhe ju marrin lakmi për punën që bani për rolin që e luni, por jeshtë një pjesë e madhe rinjës fatkeqësisht rinja TikTok-ut që përquajnë, ata mendojnë që më bose të nuk mendojnë rrugën që shti e kjo ba për vite të tona me arë dhe të kjo rral, ose të kjo pozit. Po më doke që rinja e sotit shumë andra për jeshojnë pa flajtesh, dhe më thonë, du me flajtë në banë. Po, definitivisht, unë shpesh që thamë edhe studentave që është duhet me pas ambicje, po me pas ambicje në shëndosh, jo ambicje në smut. Diçka arritshme që. Diçka që arrijet. Unë çka menoj se një parë është me dasht familjen tane, me respektu prindin tanë, me respektu sakrificën e prindve tu që bojnë për ty. Unë shpesh ju ta me studenta mas pare veç me ndoni për familjarët e ju që një ardhë këto, edhe qka ata punojnë, se dikuna i punon babi ndërtimtari, dikuna i punon diku tjetër, edhe me ndoni që ata japin pare për juve që ju me arë me studiu. Unë për shembull vetë gjatë kohës që kam qenë studimi për 4 vite mallëm ka pas marrë me vesh farmer, ka se vetëm trener, ka sepse u dashke me studiu, edhe u dashke me punu, kom punu edhe kamarjer, ka dikun 7 vite, kom la gota, dhe më thonë pa në alë, po verës për me siguru pak pare që me janë dimu familje, se kisha edhe kolegjin privat, e kolegji privat kushtojke, puna për me kry juridikon, kom punu edhe kamarjer, kom punu edhe s'po di qa me thonë kom la gota, po krejt ose anë tjera, vetëm thjesht me animu familjes, sa të do pak barën, sepse o dashk me pagu, se na nuk pata mujtë mu registru në konvekt, u dashke me gjithë banesë. Kështu, të ma krejt kemi kalu na për sfida dhe kalujme dhe prapë dhe tash, pse jemi prind, kemi kriju familje, prapi kemi sfidat, mirë po, unë menoj që kur e dëm familjen, e dëm vetë vetën, e dëm mësusin tanë, unë menoj që veç 3 sene du të më rujt njeri, du të me dasht, zotin me dasht, familjen me dasht, edhe kombin me dasht, kaq. Do me thonë, qëto 3 sene si t'jenë regull, po përpesoj që ti me kanë mirë. Sa keni ku për familje? Vallaj na im dashta ka njerë po thamë mos po bëjmë gabim, mos po hyna dhe në gjëna, se po për me të dasht me punu, të dasht me nëzën punë,
ashta edhe po gabojmë, unë po mundona së të pak me ndoku me familje, të edhin në fshat ku jemi edhe ku jetojmë, e kemi mirë, e kemi një fshat mirë edhe vetëm gjëna që për me ta shu po shumë i qetë, si po vëzhveres është pak ma e zhurmë shumë, se shumë kanë migru jashtë, mundona që të pak të në vikendit me shku, po se i kam për në gjallë që qërë zotit, kam qef që të pak të në fëmija me kalu kosa ma shumë me ta, po dimit ata zakonisht vinë Prishtinë, verës ma shumë rrimë ane, po mundohemi me gjithë një farë mesi. Meset përbashkët. Përbashkët. Atëherë Butrend, faleminderit shumë që ishe pjesë i këtij misioni, suksese. Faleminderit, faleminderit shumë. Të nderuar miq, kaq për sot, takohemi në emisionin tjetër, qëndroni edhe me tutje me ne. Kush janë ekspertët që